Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Andris Salla, vizitoi Konispolin në rajoni kryesor i prodhimit dhe eksportit të mandarinave në Shqipëri. Ministri së bashku me kryetarin e Bashkisë Konispol, Erges Dule, u takuan me fermerët dhe grumbulluesit për të adresuar shqetësimet që janë përhapur në media mbi përdorimin e pesticideve të ndaluara nga Bashkimi Evropian apo nga lista e miratuar nga Ministria e Bujqësisë në mandarina. Duke marrë fjalën, ministri Salla konfirmoi se analizat nga laborator të certifikuar brenda dhe jashtë vendit konfirmojnë se nuk ka përdorim të pesticideve të palejuara, duke garantuar cilësinë e prodhimit ton Made in Albania. Ai shtoi se fermerët e Konispolit janë profesionistë të trajnuar dhe të pajisur me analiza nga laborator të certifikuar brenda dhe jashtë vendit, të cilat konfirmojnë se nuk ka përdorim të pesticideve të palejuara, duke garantuar cilësinë e prodhimit vendas. Ai theksoi gjithashtu se situata e krijuar lidhet me dinamika ndërkombëtare të tregut të ngjashme me ato që po përjetojnë edhe disa vende të Bashkimit Evropian. Ministria planifikon që nga fillimi i vitit të ardhshëm të nisë digitalizimin e monitorimit të farmacive bujqësore, një hap i rëndësishëm për më shumë transparencë dhe kontroll. Problematika e cila lidhet me llojin pesticid, patjetër që ka një problem në lidhje me luftën tregtare, jo vetëm në Shqipëri, por edhe ndaj vendeve më të zhvilluara siç është Europa. Ne jemi duke parë që në fillim të vitit të shikojmë të gjithë procesin e farmacive bujqësore, që të thotë licenca, numri i NIPT-it dhe gjithë sistemi që do të futet në Shqipëri për çdo produkt të tyre, që ne do të kemi një digitalizim ku do ta parafrojmë me gjithë sistemin siç e ka farmacia e shëndetësisë humane. Paralelisht, Salla njoftoi punën për ngritjen e urdhrit të agronomit, i cili do të forcojë gjithë zinxhirin bujqësor, duke përfshirë prodhuesit, tregun dhe grumbulluesit. Urdhri i agronomit do të kemi kontratat e lidhura drejt për drejt me ju dhe ai do të marrë përgjegjësinë e tij për gjithë procesin që do të lidhet me sektorin bujqësor dhe deri tek shitja në tregun vendas apo edhe tek grumbulluesi. Por kjo do të jetë në fokusin e ministrisë dhe timin personal që ju nuk jeni vetëm, ne ka martu dhe ne të gjejmë mekanizma dhe dur. Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural mbetet e angazhuar në mbështetje të fermerëve dhe në mbrojtje të prodhimit vendas, duke garantuar standarde të larta cilësie dhe siguri për tregun vendas dhe eksportin.